Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës gaforës, uroj të jeni mirë. Kam qenë në spital, vuaj nga hernia diskale, jam operuar 2 herë dhe kam probleme akoma aty këtu, prandaj nuk kam arritur t'ju lexoj, të dashur. Të fillojmë leximin e juaj, po fillojmë me kalorësin e gjeteve, i cili në fakt sill lëvizje. Lëvizje mund të jenë lajme, shfaqet një situatë që kërkon veprim të shpejt, ose një person që hyn me energji të fortë apo të shpejt në jetën tënde. Kjo është një thirrje për të qenë vigjilent, të dashur gafor, dhe për të mos u ndalur në vend. Pastaj shfaqet asi lajtive, një mundësi e re që lidhet me siguri, punë ose diçka materiale. Është një farë që jeni duke mbjellur materiale. Ky lajm mund të jetë për punë, për biznes, mund të jetë për dashuri, absolutisht. Një person që apo diçka e shpejtë që po futet në jetën e juaj, ajo çfarë kërkohet të jeni vigjilent. Dhe kjo është ajo farë që po mbillet në fillim një fillim që premton rritje. Për ty kjo javë do sjell një shans të ri, të dashur gafor, që nëse ushqen mund të bëhet shumë i rëndësishëm në të ardhmen apo diçka që duhet të keni vërtet kujdes në këtë gjë për të patur sukses, qoftë person apo punë, çfarëdo që jeni duke kërkuar. Dhe diellin kam absolutisht, dielli vjen si letër gëzimit, qartësisë dhe ndriçimit. Pas disa ditësh që mund të ndihesh i pasigurt apo e pasigurt të gjesh një moment gëzimi, afërsie dhe qartësie. Dielli gjithmonë sjell energji pozitive, të dashur gafor, suksese dhe një ndjenjë çlirimi shpirtëror. Dhe pas kësaj, do thot, jeni duke filluar, mund të jetë për punë, mund të jetë për dashuri, se kam perandorin këtu, që në cilën do situatë, dashur gafor, është duke sjellur rregull, forcë, stabilitet, apo autoritetit dhe strukturës. Kjo javë të fton të vendosësh kufi të qartë, të marrësh kontrollin e situatave dhe të mos lejosh të tjerë të lëkundin. Çfarëdo që të jetë ajo. Është koha pra për vendime të qarta, të forta dhe praktike. 5 lajtive tregojnë barrën e përditshmërisë, ndoshta një ndjenjë lodhje ose përgjithsisht të shumta që mund të jenë këtë javë, apo një ndjesi e tillë. Kjo javë nuk është vetëm dritë e ngrohtë, absolutisht, asnjëri nuk e kemi ashtu gjithmonë. Duhet të dish se të ndash peshën me të tjerët, sepse përndryshe mund të ndihesh goxha i mbi ngarkuar. 5 të lajtive tregon mund të ketë pak si rivalitete, konkurrencë, apo thjesht një luftë vetën çfarë të bëj, si të ja bëj, si të arri të dalë nga gjithë kjo. Do të jetë goxha e ngarkuar, apo në kuptimin e mirë të fjalës një javë dinamike, do ta quaja. Dhe në fund shfaqet mbretëresha e zemrave, një energji e butë, dashurore dhe shumë e kujdesshme. Kjo është letra që mbyll javën me ngrohtësi emocionale, dashuri dhe mbështetje. Mund të jesh ti vetë që ofron këtë energji tek të tjerët, ose dikush pranë teje që të mbështet dhe të jep ngrohtësi. Është vërtet bukur të përmbyllësh javën në këtë mënyrë. Pra të dashur gaforë, kjo javë të sjell mundësi goxha të reja dhe momente gëzimi, por edhe barë që të testojmë paksa durimin tënd, siç thash, një javë dinamike, paksa të lodhshme, por që një lodhje e bukur. Do duhet të mbash ekuilibrin mes disiplinës dhe butësisë, të jesh e fortë për të marrë vendime dhe edhe i hapur për dashuri dhe mbështetje për çfarëdo që të jetë. Kur them i hapur për dashuri, nuk do thot patjetër dashuri të mirëfillt, mund të jetë të hapur për gjërat që do të vinë këtë javë. Në fund, pra, zemra absolutisht fiton duke të kujtuar se dashuria dhe kujdesi janë forca jonë më e madhe. Gjërat kur marrim, duhet të dim dhe t'i kthejmë, apo t'i përdorim dhe t'i kthejmë në favorin ton. Një javë dinamike, por që e lodhshme, po, mund të jetë konkurruese, mund të jetë rivalitete të ndryshme, por që do arrini ta përfundoni dhe ta ktheni në favorin e juaj, të dashur gafor.